E pra, në një pavion të tillë nuk mund të shkonte gazetarja që e dinte historinë. Unë mendoj që ajo ka vajtur të unë nuk e kam lexuar librin më përpara, unë nuk e di as mundjen e Mirës, unë e kam mësuar prej saj në telefon një natë. Ajo fliste dhe unë qaja. Dhe ajo zëre se ma tha librin duke më treguar. Ko më pas më tha që shkruaj një libër dhe thash tani shpëtove vërtet. E shkruara të shpëton. Kështu që e uroj pafund dhe më keq po nis me kancerin, pastaj do duhet flis edhe për letërsinë, por jemi në këtë muaj, në muajin e kancerit të gjirit, ka gra që s'ja dalin, ka gra që ja dalin, Mira u bë zëri atyre që ja dalin dhe atyre që do ja dalin, duke mbasur një ndihmë. E kam vërë edhe vetë, Mira, gjithashtu shumë prej jush, që ne kemi nevojë për një fjalë dhe e dini ku po e kërkojmë tani te ChatGPT-ja. Ulemi aty dhe i shkruajmë, i japim gjitha simptomat. Çfarë është kjo? Si zgjidhet? Çfarë bëhet? Dhe inteligjenca artificiale bën një gjë që se bën asnjë mjek. Të thot atë frazën magjike, e ka klishe, e ka për gjithë, se ka vetëm për ty, po ty të duket sikur ta thot vetëm ty, të thot jam këtu për ty. Vazhdo dhe më pyet, unë të përgjigjem. Me qenë një mjek që e bën. E dini pse nuk e bën? Se nuk është robot. Se ka shumë njerëz për cilët duhet të merren, se ka më shumë njerëz se ç'mundet, sepse është i mbi ngarkuar, jo sepse është njeri i keq. Është mbi ngarkesa që e bën të tillë. Kështu që kjo është një prej gjërave që duhen gjithashtu parë, mbi ngarkesa e këtyre mjekëve. Pamundësia e tyre për të qenë kujdesshëm me çdo pacient. Dhe pastaj pacienti shkon o te inteligjenca artificiale, o te mjeku popullor, e ku diun se ku, e një pjesë desin nga neglizhenca, një pjesë nga keq kuptimi, dhe kështu të ikën jeta kot. Kur në fakt, jeta është jotja dhe sa po merr atë lajmin që nuk është dënim me vdekje, po është lajmërim për rrezikun e jetës tënde, ti duhet vjesh në punë. Duke përdorur gjithçka mundesh, siç Mira bëri. Mira në mes të mirave mësoi që kishte kancer gjiri në 2 gjokset dhe kjo e duke pamundur. Një vajzë që shkonte në palestër, nuk abuzonte, jetonte mirë, krijonte çdo gjë ishte pro saj. Por jo smundja. Ajo e përballon në një mënyrë, nuk di ta krahasoj, do të thënë nuk kam, gjithmonë kur kam folur për kancerin e gjirit kam qarë, gjithmonë kur kam dëgjuar histori grashe dhe vajzash që ja kanë dalë ose s'ja kanë dalë, gazetare, mësuese, punëtore, nëna, jo nëna, gjithmonë kam qarë edhe nuk jam munduar të mos dëgjoj hollësira, duhet ta pranoj. Frika e madhe që mbaj larg, mos dëgjoj hollësira, mos mëso asgjë. E dini si është si ajo kur je në avion edhe shikon atë stewardesën që fillon të tregon që çfarë të bësh në rast se avioni bie. Ti thua, por avioni ç'to bëj unë me këto që më thot ajo, as do më kujtohet asgjë nga këto dhe nuk do shpëtoj. Dhe ti mundohesh as mos të dëgjosh, të ulësh kokën dhe të mos mendosh për atë momentin e tmerrshëm. Kështu është edhe frika që ti ke nga kanceri. Më mirë të mos mendoj, thua se po erdhi, unë nuk e di a do shpëtoj dot. Shpëton. Po ta thon mjekët, shpëton, duhet vetëm të prekësh gjoksin tënd, ta kontrollosh, ta njohësh trupin tënd, po flasim për kancerin e gjirit. Janë të tjera plot, të cilat gjithashtu zbulohen me analiza. Por po flasim për kancerin e gjirit që mëso të kuptosh si funksionon trupi yt, mëso të bësh pyetjet e duhura, mëso të bësh kontrollin e duhur. Kjo është kryesorja parandalimi dhe në Shqipëri. Është futur parandalimi, gratë po ndihmohen me mamografi, do të thënë gjërat që ndodhin dikur tani janë shumë më të lehta. Sidomos në tetor, po s'ka gjë, e di pse në tetor gjitha, po s'ka gjë, edhe një herë në vit të shpëton jetën. Sidomos ka gra pas një histori që një herë në vit i shpëton jetën sigurisht. Ka gra që ju thuhet një herë në 6 muaj, ato e dinë dhe duhet shkojnë, por edhe gra që se kanë fare iden, kur ka shumë informacion, një herë në vit shkojnë edhe e bëjnë këtë gjë, qoftë edhe në tetor edhe kjo e shpëton jetën. Mira shpëtoi edhe sepse e kapi në kohë. Ose më saktë, sidomos sepse e kapi në kohë. Dhe pastaj shpëtoi sepse u fut në sistemin e duhur të shërimit. Ishte vetja e vet, kryesorja, pa ty që vendos të bëhesh me mjekun dhe jo me smundjen, është e vështirë ta përballosh, sepse janë 3 kur është një kancer. Është kanceri, është mjeku dhe është pacienti. Janë 2 kundër 1. Po bëre me kancerin dhe u dorësove, mjeku nuk ja del tot. Po bëre me mjekun, ju mund një kancerin dhe kjo është më e mundshme, siç ndodhi në rastin e Mirës, që gjeti mjek të dur.
Kur lexoj emrat e tyre mendoj që ka mjek të dur në Shqipëri. Nuk janë bashk, si kundër ka shqiptar të dur kudo, nuk janë bashk. Sistemi është shumë i rëndësishëm se njeriu. Sistemi është i rëndësishëm sepse nëse te onkologjiku nuk funksionon çdo gjë, është e pamundur. Dhe prandaj ajo e anashkaloi onkologjikun. Nuk e kam të qartë në fakt çfarë ndodhi. Ajo nuk e thot çfarë ndodhi, po e thot në mënyra të tjera. Kur tregon futjen te QSUT-ja, tregon atë kaosin e madh. Që është në fakt kaosi i sistemit, sepse QSUT-ja është e jashtëzakonshme. Fotografia që unë mbaj mend nga QSUT-ja me këtë që është tani nuk ka lidhje, po edhe komunikimi, vajzat dhe djemt e ri. Për ashtu shërbimin e parkimit që është rëmujë e madhe dhe shërbimin e hyrjes të urgjenca që varet prej një policia private, të cilët duhen shkrirë. Më fale që përdor të fjalën, po unë po ta drejtoja atë institucion do të hiqja në vend, sepse do arria të kuptoja që ata nuk din të sillen, ata janë të tmerrshëm. Nuk e di kush janë. Nuk e di si mund ta zëvendësonin këtë gjë, pa është kryesorja, porta e hyrjes të ca njerëzve që nuk din të sillen, që janë llahtar. Dhe parafitëroni, ti je mirë dhe të përballesh me ta dhe të çmendesh, më ka ndodhur. Por parafitëro ti je me kancer dhe të përballesh me ta. Apo të përballesh me një rrëmujë të madhe që shikon aty, sepse është rrëmuja e njerëzve të cilët kanë vetëm një derën e qendrës universitare, spitalore Nën Tereza. Ky është problemi, është vetëm një. Kështu që ata vinë gjithë aty. Dhe në këtë kaos të madh, ajo nuk ja del të mos ketë frikë, kështu që gjen një rrugë tjetër dhe kjo është rruga e privatit. Shkon në një klinikë private në Tiranë, shkon te një doktor privat, operohet aty dhe më pas në libër këtë bën. Ajo flet kaq me lakurqësi, kaq me vërtetësi, sikur është në një tavolinë operacioni, është e shtrirë, është lakuriq, mbyll syt, nuk shikon askënd dhe flet. Më thonë, unë kështu e parafitëroj këtë libër të shkruar nga një vajzë që ka vendosur të mbylli syt, të qëndrojë lakuriq dhe të flasi. Pa doreza, pa akuza, pa dhimbje, pa viktimizim, thjesht me lakuriq. Sepse kjo është ajo që nuk bëjmë dot, sepse nëse ti zhvishesh thua sta turp më pan, turp nga çfarë? Për çfarë? Unë po të tregoj smundjen, po të hap kraharonin dhe po të tregoj gjithçka. Vetëm gjë që bën, ajo është që mbyll syt, sepse mbyllja e syve të krijon një mundësi për të mos u ndjerë e gjykuar. Dhe ajo nuk do të ndihet e gjykuar ndërsa shkruan, po them perceptim personal, nuk